artistët e mdhenj janë sprovuar në jetë, ju e dini këtë më mirë se gjithkush, qoftë në emigracion, qoftë në vendin e tyre. Ju a mund të më thoni pak, pasi ju nuk jeni vetëm shkrimtar, jeni edhe një revolucionar, mund ta them këtë gjë. Keni luftoni për atë që ndjeni dhe për të vërtetën. A mund t'ju tregoni pak të rinjve shqiptar, gjithë shqiptarëve, por veçanërisht të rinjve, përse duhet të luftojnë për të drejtën e tyre? Përse duhet të guxojnë? Po sepse një ndër arsyet e përgjithshme që të mund të flasim pastaj më detajueshëm, një ndër arsyet kryesore është që njeriu ose duhet të jetë i lirë, të jetë në një sistem ku vlerat dominuese të jenë vlerat e lirisë, ose duhet të provoj të qëndroj i privuar nga çdo lloj lirie dhe nga çdo lloj vullneti, domethënë të përngjas brezave të masakruar që patëm në diktaturën komuniste. Bile për ne që kemi provuar në lëkurë se çdo të thotë privimi nga çdo lloj drejte dhe lirie, çmimi i lirisë duhet ishte i madh. Por me sa duket, liria që erdhi në Shqipëri, kjo është bindja ime personale dhe unë marr përgjegjësi për gjërat që unë flas, është se nuk e merituam ashtu si duket lirinë që t'ia dinim shtrenjtë çmimin asaj, sepse nuk është se dham ndonjë gjë për përmbysjen e një rendi monstruoz më i ashpri, varianti stalinist më i ashpër në gjithë Europën. Domethënë një specifik e komunizmit shqiptar që ka qenë një terror i pandërprer. Kjo ka qenë ajo që e dallon variantin stalinist të komunizmit shqiptar nga gjithlindja dhe nga Evropa qendrore dhe lindore. Tani, pushtetet që u përmbysën, marrim për shembull vetëm Rumaninë. Ata, si thua, e masakruan diktatorin e tyre Ceausescu, Nikola Ceausescu, bashkë me të shoqin ekzistojnë video që qarkullojnë. Çfarë bëri shoqëria shqiptare që ta meritonte rrëzimin e diktaturës? Unë them se ka bërë shumë pak gjëra dhe shpesh herë kam përshtypjen se i përngjet një skenari domethënë të qepur trash, sepse është e pamundur që një regjim totalitar i një egërsie të pashoqe të mund të rrezohet me një grevë studentesh. Për më tepër, unë kam qenë aty i pranishëm, jo si student. Unë isha me shërbim ushtarak, isha ushtar, por unë e braktisa ushtrinë, domethënë dezertova për të marrë pjesë se mendoj që do bëhet revolucion në Tiranë. Si bëhet revolucion? Liria vjen duke e përmbysur një rend shoqëror në të gjitha manualet, enciklopedit apo në të gjitha kuptimet, përmbyset një rend shoqëror dhe vendoset themelohet një rend i ri mbi vlerat e reja. Si u përmbys ky rend? U përmbys pa u vënë para drejtësisë askush për krimet gjysmë shekullore mbi gjithë kombin, gjithë shqiptarët. Askush nuk u dënua, askush nuk u burgos, askush nuk u vu para përgjegjësisë, por sikundër se e dim edhe të tjerën, askush nuk doli hapur publikisht të thotë më fal. Tani, çfarë çmimi pra ka kjo liri? Kur ti e ke lënë të paprekur, jo gjithë trashëgimin e kuptimeve të përgjithshme, si thosh politike, kulturore etj, por njerëzore. Pra, kjo trashëgimi njerëzore, gjithë partia që duke shpallur parti terroriste jashtëligjshme, Partia e Punës së Shqipërisë, vazhdoi ekzistencën e saj krejtësisht të qetë dhe në 10 qershor të 1991-shit me një akt të ngritjes së duarve të votimit të thjesht, ajo ndryshoi emër. Po si ndryshon identitetet sikur po këmben dy karrige? Ato ishin po të njëjtët njerëz që i kishin shërbyer sistemit Enver Hoxhës, bën një karrierë të mahniqshme, askush nuk i pengoi.
karrierë administrative, karrierë politike, karrierë e cila mbërriti dhe kulmoi në kulmin e absurditetit të vetë, të pangjashëm në asnjë vend të botës, pra ish spiuni i sigurimit shtetit me pseudonimin Cigaria Gramoz Ruçi, njëkohësisht ish ministri, po ky, i brendshëm, i fundit, pra ministri i fundit i brendshëm i një diktature komuniste, i cili bën një karrierë politike si deputet, si kryetar i grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe e mbyll në mënyrë që as në rradhat utopike nuk mund kryrohet që udhëpërshkrimi, pra trajektoria e udhës në karrierë të një kriminali rrin dhe bëhet president i parlamentit shqiptar. Nuk ka pozitë më të epërme brenda një shteti se sa ky post. Pra, si qenë ka puna, pra, çfarë cilësie qenë ka kjo liri që na është dhënë, e çfarë lloji, pra është një gënjeshtër, sepse trashëgimia e komunizmit, trashëgimia kriminale e komunizmit, sot është ri për të rirë. Kemi një recidivizëm të plot, rikthim të sigurimit të shtetit, ato që kanë tepruar tani, se shumica kanë vdekur, po janë ato fundi viteve 70, vitet 80, dhe janë të besuarit, që janë vendosur në poste kyçe, po janë aktorët kryesorë të drejtësisë kanibaleske të Enver Hoxhës, që janë në poste shumë të larta të shtetit, deri në parlament, deputet, ministra, kontrollojnë institucionet e një rëndësie të jashtëzakonshme publike e shtetërore. Domethënë, kemi këtë polici persekutuese të regjimit, siç ka qenë në të vërtetë sigurimi, e kemi të shpërndar në të gjitha anët e në gjitha pushtetet politike administrative, policia e shtetit, shërbimi informativ, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit Klasifikuar, Ministria e Punëve të Brendshme, po i kemi edhe në diplomaci, po i kemi të shpërndar gjithkund, pra është ndodhur një kontaminim, një ndotje masive, duke e bërë të pa gëlltitshme dhe duke e bërë lirinë tonë të infektuar dhe të helmuar. Domethënë, pse duhet të ngrihen dhe pse duhet të luftojnë. Kjo ka qenë kauza ime, dhe jam krejt në rregull përpara ndërgjegjës time dhe përpara Zotit, edhe përpara shoqërisë shqiptare, që me sa kam mundur i kam shkuar fundit dhe vazhdoj, sepse në fundit ai është identiteti im, është vula ime e bindjeve të mia, e botkuptimit tim, që ta luftoj me sa të deri atje ku shtiren mundësitë e mia. Ta luftoj për të pasur një higjenë mendore, një higjenë shpirtërore dhe një perspektivë të së ardhmës së këtij vendi, sepse para së gjithash unë jam jo thjesht një individ, një familjar, një qytetar i çfarëdoshëm, po unë jam dhe edukator, domethënë, dhe nisur nga kjo pikpamje, çdo njeri ka frikë të ndeshet, apo thjesht çdo njeri shef si më thënë, konformizmin e vetë, duke u tërhequr, duke u marrë me punë të veta, por ka një gjyq të ndërgjegjes, sikur bie e shtrihesh para ato 5 minutat para se të zër gjumi, ti i bën një gjyq vetes tënde. Domethënë, nëse unë nuk do të përpiqem, atëherë kush